harrojnë që kanë të bëjnë me një forcë të cilën mund ta kritikosh për shumë çka, për dje edhe për sot. Po kanë të bëjnë me një forcë të cilës kur askush nuk mund të qohet dhe të marrë kurajon t'i tregoj gishtin si një forcë që ka tradhtuar ndonjëherë interesin kombëtar. Nuk e ka bërë dje, nuk e ka bërë sot dhe nuk ka bërë kur. Sepse interesi kombëtar ka qenë për Partinë Socialiste qysh në kryet herës një pikë e palëvizshme referimi. Që t'i thuash kësaj partie, që t'i thuash kësaj force politike, që t'i thuash kësaj shumice qeverisë së sot, që t'i thuash kësaj qeverie dhe mua në kryet saj, çfarë do qoftë që ka lidhje me tradhtin, duhet t'jesh komplet i pa fytyr. Pa fytyr, pa din, pa iman, pa fe dhe pa dhe. Ne nuk jemi shkatrimtarët, ne jemi shpëtimtarët. Sepse duket një fjalë e madhe dhe e tepruar, por po të kishin gojë të flisnin flamingot që këta po i dalin për Zot, do të tregonin historinë e tyre të idhur. Ata janë zoj shtektar, ata nuk kanë një habitat të përhershëm në Shqipëri.